Do t'jemi me sfidën e radhës mes Lando Enriquez dhe Alban Bërmetës, bokserit kuqezi, i cili është i pamposhtur në 14 ndeshjet e tij në karrierë, ka regjistruar 13 fitore, 11 prej cilave me knockout, ndërkohë që një sfidë ka përfunduar në barazim, asnjë humbje. I njohur si gladiatori do të kërkoj fitoren e radhës në 6 raunde nga 3 minuta. Nuk do t'jem vetëm në këtë përballje, do të shoqërohem nga një prej boksierëve më të mirë në Shqipëri. Fluturuesi, ndoshta do ta nisim me nofkën e tij, është pikërisht Ardit Murja i Akademisë Titans nga qyteti i Durrësit. Përshëndetje Ardit, faleminderit që je me ne. Faleminderit juve. Si e konkretizon këtë vit të boksit shqiptar, duke qenë se ke qenë vetë protagonist në rastet kur nuk ke qenë vetë në ring, ke mbështetur sportistët e qytetit Durrësit të Akademisë Titans. Si e ke parë këtë vit të boksit shqiptar? Ky vit ka qenë një vit shumë i suksesshëm, jo vetëm për mua, po besoj për gjithë sportistat shqiptar. Ka pas shumë organizime, shumë ndeshje, sidomos në boksin profesionist. Besoj që gjithë sportistat kanë arrit me marrë fitore, kanë shpreh talentin e tyre dhe pse jo edhe 2024 atjet i vit akoma dhe më i fortë dhe më i suksesshëm si ky i 2023-shit. Ndalemi pak tek Alban Bërmeta, një nga bokserët më të mirë shqiptar pa diskutim. Ju kemi parë shpeshherë së bashku në aktivitetet e zhvilluara, ndërkohë që e shohim, e ndjekim nga fare pranë në këtë përballje, i njohur si gladiatori. Po, Albani është në vërtet një nga sportistat më të mirë, një nga sportistat që ka temp, që vetëm vjen, sulmon, nuk di me bom brapa, në vërtet një gladiator i vërtet. Deri tani po e shoh që po rri mbyllën, po jep goditje, po do me e ble, është i boksier shumë i fortë, nuk di të bëj hap mbrapa, po kërkon, më sa po shoh, po kërkon goditjen e vet që e ka atë në trup. Gjithmonë ajo është i goditje shumë e fortë në trup, edhe po e shoh që po kërkon goxha. Beson se do ta ruaj serinë e pathyeshmërisë? Besoj se po, ky tani boks është, asnjëherë nuk i dihet, edhe unë edhe gjithë sportistat duan fitore, po boksi është ndonjëherë i paparashikueshëm, një goditje mund të çojë knockout, kështu që besoj po deri tani po bë detyrën, është shumë mirë, është i qetë, gjet goditje, le atë që të hapet, shprehet. Sigurisht që Alban Bërmeta, një nga bokserët më të mirë në Shqipëri, 13 fitore, 11 me knockout, përballë ka një kundërshtar shumë të fortë. Lando Enriquez, një nga bokserët ndoshta më të fortë që ka zbarkuar për këtë eveniment. Po, është një nga bokserët më të mirë, besoj, në sa kam pa është i 110 në renditje botërore. Është vërtet një bokser shumë eksperiencë, po ta shikosh është edhe i qetë, edhe pse po ka goditje, ndryshon edhe krahën, një herë bëhet i djathtë, një herë sallaks. Po siç po e shoh Albani po e marr shumë mirë në ritëm. Ja, të mirë. Goditjet po jep shumë bukur, sidomos pjesën e mërqis po e kërkon shumë. Ky round sa po mbaroj, besoj që ky round është për Albani sigurisht, po duhet të shohim edhe raundet e tjera ndër ditë. Gjithsesi do i qëndrojmë asaj fillimi mbar, gjysma e punës, teksa bën gati për të zhvilluar raundin e dytë, dy bokserët, Lando Enriquez dhe Alban Bërmeta, teksa shohim edhe disa nga momentet më interesante të 2 minutit të zhvilluar, vetëm pak çast më herët. Marrin porositë edhe nga stafet respektive, si Enriquez, ashtu dhe gladiatori Alban Bërmeta. Sigurisht që janë momente të cilat duhen shfrytzuar. Bëhet fjalë për një ndeshje profesioniste të regjistruar në eventet ndërkombëtare, teksa do të startoj tani raundi i dytë mes Lando Enriquez dhe Alban Bërmetës. Ardit, si e pret këtë raund të dytë? Po, tani si gjithmonë Albani është ai që vetëm vjen edhe i rrit raundet. Nuk di, siç të thash, nuk di me bë mrapa aty, blok, edhe nëse ha goditje, Albani po vazhdon, kërkon goditjen e vet, kërkon knockoutin, është gjithkohon aty i fokusuar te knockouti, te goditjet. Tani edhe kundërshtari nga raundi i parë ndryshoi lojën, po rrin më afër, është besoj tamam te loja Albani që ai ka qef. Kërkon edhe të rikuperojë ndoshta diçka çfarë ka humbur në 2 minutin e parë të zhvilluar. Besoj se do me rikuperu, se e pa që Albani ka i po i rritë e larkë e kapti. Megjithatë është një moment shumë interesant. Mjaft mirë. Një sfidë shumë e bukur. Deri tani është një nga sfidat shumë bukur. Çfarë goditje Alban Bërmeta! Spektakular në atë
situatë kur kundërshtari i tij krijoi mungesë vigjilence. Është gjithmonë kur ai godet Albani Është kurajos. Po, është ai që e mbyll sulmin gjithmonë Albani, e lën që të Mjaft godasja dhe mirë. e mbyll, po kërkon sulmin, goditjen poshtë të Mëlçia, Krijoi hapësira. po të krijojë hapësira dhe të gjejë goditjen e tij fatale. Sa e rëndësishme është marrja e qendrës së ringut. Tjetër goditje Alban Bërmetës. Besoj që është me boksiera, unë për shembull nuk është se rri gjithkohën mes të ringut, lëviz dikush e do mes në ringut. Besoj që është për çdo boksier ka atë Specifikën e vet. Po, specifikën e vet, stilin e vet të tij. Mjaft mirë Bërmeta Dy goditje përsëri. shumë të forta, besoj që ato Mëlçi kanë ndje, ka kap. Po. 6 raunde nga 3 minuta, gjithsesi me këtë ritëm, vështirë se do të shkojmë deri në fund. Edhe kundërshtari i tij Enriquez është i vëmendshëm, kërkon ndonjë moment, ndonjë goditje me të majtën. E kemi parë të reagoj, megjithatë Bërmeta shumë aktiv. Tjetër tentativë. Ta thash është një nga boksierët që vetëm ka temp, vetëm vazhdon, edhe nëse ha goditje ai Shumë e vazhdon. bukur. Vërtet një gladiator që nuk di më bën mbrapa. Realisht gladiatori kuqezi Alban Bërmeta. Enriquez provon të ngacmojë, megjithatë rrezikon shumë me ato hapje. Besoj se po luan me zjarrin dhe një seri goditjesh. Alban Bërmeta Po. ka të mbështetjen e tifozëve në këtë çast. Gjithsesi reziston kundërshtari i tij. Tjetër goditje. Tenton ashtu si analizove dhe ti pjesën e Mëlçis për të krijuar shqetësime kundërshtarit. Mjaft e bukur kjo përballje. Jemi vetëm në raundin e dytë. Teksa ishte emocionues ky raund. Po, është një nga raundet, tani raundi i dytë është akoma më i bukur, po Shumë mirë Bërmeta. 10 sekondat e fundit, luaj në këtë çast sërish Bërmeta. Raund tjetër mbrohet mirë, kundërshtari i tij e djatha e Bërmetës tepër e fortë. Dhe përfundon këtu edhe ky raund i dytë. Besoj Ardit ka shkuar sërish në favor të boksierit kuqezi. Shohim edhe Po. disa nga momentet më të mira. po, këto janë momente më të mira, siç e thash, Albani është gjithmonë ai që rrit raundet. Është normalisht që edhe ky raund është për Albani me diferencë shumë të thellë. Çdo goditje e tij siç po e shohim ka qenë pik, ka përfunduar në kokën ose në trupin e kundërshtarit. Tani shohim raundin e tretë, Albani po kërkon nokautin, edhe besoj që ka për t'i dalë me këtë lloj ritmi, me këtë lloj vazhdimshmërie goditjes, besoj që ka për t'i arrit. E shohim edhe kundërshtarin e tij që mund të dallojmë se është tashmë i friksuar, nuk është më aq i qetë sa që ishte në fillimin e kësaj përballje, ndoshta nuk e ka pritur një vrull të tillë që në 6 minutat e para të kësaj përballje. Po, është diçka që ndryshe boksierët, sidomos boksierë profesionistë, e rrisin ritmin nga raundi 3, i 4, por Albani është ndryshe. Albani nis që në raund parë Dhe ruan njëtin ritëm. edhe vazhdon, mund të themi që e rrit, jo e ruan atë ritëm. Gjithsesi na pret një vim sfide shumë interesante na Po, është ndeshje Albanit, janë ca ndeshje të bukura, Aleksandër Kallashi, Giulio Vernozi, një nga boksierët më të mirë që edhe ai besoj do shkëlqejnë këtë mbrëmje. Është një ndeshje shumë e bukur për të parë. do ta shohim së bashku. Po. Jo vetëm ata që janë këtu në pallatin e sportit në Fier, por dhe përmes ekranit të Supersport Digital. Nuk do të mbasin asgjë, ashtu siç nuk ka ndodhur gjatë gjithë vitit 2023 me eventet më të rëndësishme të boksit shqiptar që janë përcjell ditë pas dite. Sidomos këtë vit ka qenë një vit shumë i bukur, vetëm Shumë i organizime, boksi, duke u transmetuar nëpërmjet televizionit digital, ka qenë vërtet një vit shumë i suksesshëm për çdo sportist. Kërkon të reagojë edhe Enriquez, megjithatë në raund tjetër Alban Bërmeta mbrohet mjaft mirë, godet me djathtën, kërkon hapësirën. Enriquez E ka vënë marrë përpara. shumë goditje, po që e ka edhe i boksier që e ma goditjen, ka hëngër shumë Është goditje luftarak. në trup. Po e shohim që edhe han edhe jep goditje, nuk di më. Megjithatë, është doja e vështirë për të deri në fund përballë Alban Bërmetës. Tjetër tentativë me të majtën, Alban Bërmeta e ka vënë në këndin e kuq. Bërmeta, tjetër goditje, Bërmeta, tjetër iniciative. Alban Bërmetës kërkon të jap fund kësaj sfide. Bërmeta ka mbështetjen maksimale të publikut. Fierak, Alban Bërmeta kërkon ta shtyt tani kundërshtari i tij, kërkon të gjej pak hapësirë edhe pse është shumë e vështirë. Gjithsesi, do ndalet për pak çaste,
I ka Rën protesta. shpëtuar mbrojtësja e dhëmbëve. Dhe besoj se ishte një mënyrë alternative po, për të përmenda shmangur për- atë situatë nga- vështirë. Për dal nga ai moment Për me dalë rreziku. gjithmonë. Fair play, ajo çka duhet gjithmonë, mos Po, harrojmë se është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Raundi i tretë, megjithatë, ka qenë shumë i bukur dhe duket sikur kanë ecur më shpejt sekondat. Po, gjithmonë kur është i boks shumë Luftarak. luftarak, hikin sekonda të rëmbehesh edhe harron. Vetëm kur shikoj që raundet ikin, koha ka mbaru, Deri tani ka qenë dominim absolut i Alban Bërmetës. po, deri tani. Kur jemi në gjysmën e rrugës. Po, gjithmonë siç ta thash, boks është, asnjëherë nuk i dihet i goditje. Bën diferencë. Po. 10 sekondat e fundit në këto çaste dhe Bërmeta me njëherë kërkon të mbyll diçka, i jap sfidë kundërshtari, i cili dhe tenton të dhuroj spektakël në mënyrën e tij, por do ta shohim nëse do ta ketë Pa. këtë spektakël deri në Do fund. ta thao sa do me thonë, do të më pa deri në fund. Ne shqiptarët kemi një shprehje, qesh mirë kur qesh i fundit. Është vërtet shprehje shumë e bukur, që është mirë kur që është. Në rastin konkret ai po kërcen. Tani do shohim kush do qeshi në fund. Gjithsesi ishte një round shumë i bukur me Alban Bërmetën, i cili pati një moment shumë interesant, tentoi ta mbyll përpara kohë këtë sfidë dhe është pikërisht momenti që na ilustrohet në këtë çast nga regjia e Supersport Digital. Disa nga momentet më të bukura. Albani po vuajtur. ta vesh re, çdo Lando jo Enriquez. vetëm këtë round, po të treja raundet ka kërkuar nokautin që ta mbylli, po siç thash, boksieri kundërshtari i tij është çeka i boksier që mbaka shumë goditje. Gjithsesi, me atë lëvizje ka fituar disi edhe simpatinë e publikut. Është diçka që sidomos në boksin profesionist janë disa gjeste që të bëjnë për vete. Ai është shumë i qetë, edhe pse po merr goditje, po han goditje, ai është prapë në atë të vetën, vazhdo, shprehet, kërcen, qeshën. Gjithsesi, nuk duhet harruar për çfarë ka hyrë në ring, Po, jo për të dhuruar po. spektakël në kërcim, por në boks. Ja, është e vërtetë. E ka nisur disi më vrullshëm, ndoshta e di mjaft mirë se deri më tani është i humbur. Po, ai. Gjithsesi, këto janë goditje besoj që nuk është se klasifikojnë shumë pikë, Jo, momentin që mbrojt mirë. përderisa boksieri tjetër kundërshtari është në blok, nuk janë shumë, ai thjesht mund t'japi shumë goditje për ta çarë edhe për të marrë goditjen e vet që ai. Çfarë goditje me të majtën e Alban Bërmetës. Shumë e bukur që e kapi kundra kohë momentin kur Tjetër iniciativë, përsëri provon në të majtën. Mjaft mirë Alban Bërmeta kërkon hapësirën, tjetër iniciativë. Sërish, po hapen që të dy, edhe Albani edhe ai janë të dy me goditje. gjithsesi ajo e majtë e Bërmetës është tet potente. Po, është një nga Tjetër iniciativë. Ndërkohë që shohim se është Denis Nuria, ai i cili qëndron në këndin e kuq, po, pranë Alban Bërmetës. trajneri sot është Denis Nuria, edhe ai një nga boksierat më të mirë shqiptar. Shpresojmë të shërohet sa më shpejt e të jetë Po, në furr, po. në ring sa më parë për të na dhuruar magjinë që ai ka treguar. Po, besoj me sa kam folë me Denisin dhe po e merr veten, po vazhdon, po edhe ka ma zhbur shikim. Çfarë goditje me djathtën! Goditje. Alban Bërmeta sërish provon të çaj kundërshtarin. Bërmeta, tjetër goditje me të majtë dhe me djathtën. Sërish Alban Bërmeta provon të liroj hapësirën përsëri. Alban Bërmeta, fantastik. Ishte i goditje Tjetër e shumë djathtë, majtë e djathtë. Spektakular. Përsëri e majta e fortë. Është një Sërish pozit Bërmeta, shumë tjetër vështirë. goditje. Spektakular. Kundërshtari i tij kërkon të reagojë, megjithatë i mban goditjet e Enriquez, ndërkohë që është i jashtëzakonshëm përsëri. Alban Bërmeta, spektakular. Kërkon sërish të majtën. Ajo e majtë Ajo besoj është- do t'i dalë dhe nëndër kundërshtarit. Është një goditje që Albani po jep shumë Provon sërish Alban Bërmeta. Duket se e çon aty pranë Denisit, të ketë edhe mbështetjen e tij. Mjaft mirë. Një sfidë shumë e bukur. Me gjitha
argëtuese edhe për publikun. Përsëri Alban Bërmeta e vendos në kënd. 10 sekondet e fundit në këto çaste zhvillohen Alban Bërmeta dhe Lando Enriquez. Tjetër situatë e favorshme, ndërkohë që Denis Nuria i thotë që edhe ky round ishte për të, besoj se ka drejt. Po, normal janë të 4 raundet që janë zhvilluar, kanë shkuar për Albanin. Do t'jenë edhe 2 të tjera, ndoshta mjafton ti menaxhoj. Me Alban Bërmetën që sigurisht e ka nisur aq vrullshëm sa që nuk e ul as pak intensitetin. Alban Bërmeta spektakolar ka qenë në këto 4 raunde, sidomos në raundin e 4, ka dhuruar shumë emocione. Megjithatë, Lando Enriquez, 31 vjeçari, 9 fitore, 7 me nokaut, po tregon se është vërtet një mbajtës shumë i mirë i grushteve. Po, është një boksier që është normal, një boksier që ka eksperiencë, di që edhe të mbaj grushta, edhe tikit, shmanget. Enriquez që e ka një prej tyre, i boksier me eksperiencë goxha të madhe. Ndërkohë që tashmë shohim edhe këshillat që i japin, nuk ke pse të harxosh kaq shumë energji, sepse 4 raundet e parë i ke fituar, praktikisht ke fituar sfidën. I thonë që të ruaj energjit, mos u përplas, po Albani nuk di me bom brap, Albani ka vetëm përpara, gazin trasë dhe ecë përpara. Duket sikur e do shumë atë fitoren në nokaut. Po, normal, jo vetëm ai, po çdo sportist është gjoja më e bukur që mund të marrësh nga i fitore, nga i ndeshje kur është nokauti, është diçka që Sigurisht jemi në raundin e 5, do të kemi 6 të tillë, teksa edhe me ato lëvizje. Është disi e çuditshme, ti je duke humbur dhe të mendosh që të bësh disa veprime që thjesht argëtojnë publikun, duket pak e çuditshme. Boksieri kundërshtari tani Albanit po e shef që s'po bë dot gjë e ka humb, paktën thot dhuroj show, mos dali keq nga publiku, paktën të marrë diçka me vete. Gjithsesi simpatinë e publikut e ka marrë, gjithsesi fitoren të harroj. Ja, fitoria vështirë po. I pëlqim nga publiku e ka marrë, i duar trokitje. Gjithsesi do të presim çfarë do të na dhurojnë edhe këto 2 minuta të mbetura të këtij raundi të 5. Provon sërish Alban Bërmeta. Më i kujdesshëm. Po. Sigurisht që Alban Bërmeta kërkon fitoren e 14 në karrierën e tij. Teksa do të kemi 2 ndeshjet e fundit, vetëm pas pak çastesh Darovin Brajkovic dhe Aleksandar Kallashi. Sërish 6 raunde nga 3 minuta për të mbyllur me main event, me sfidën e fundit me Sinisha Gambelik dhe Giulio Vrenozit. Pikërisht djaloshi i cili ka organizuar këtë eveniment shumë të bukur në qytetin e Fierit. Tjetër iniciative Bërmetës, ka humbur disi ekuilibrin kundërshtari i tij. Minuta e fundit e raundit 5, sërish Bërmeta dominues, gjithsesi tjetër goditje sërish me të majtën. Shtyn përpara kundërshtarin. Megjithatë duket sikur kërkon atë këndin, ta vendos sërish në atë pozicionin e preferuar e për të nisur vrrullin e grushteve. Albani kërkon luftën e afërt. Ajo është lufta e tij. Provon sërish Alban Bërmeta, teksa janë 10 sekondat e fundit. Bërmeta e vendos në kënd, megjithatë vështirë se do ndryshoj diçka kjo 10 sekondesh, por do të kemi edhe 3 minuta të tjera. Janë edhe një round tjetër. Alban Bërmeta, ndërkohë që vijon me lëvizjet e tij. Vazhdo me që publikun e ka bë për vetë, paktën të marrë atë që po kërkon. E sigurt është nuk do të harrohet për veprimet e tij. Ja. Edhe duke hëngër dajak, edhe duke kërcyer është diçka e rrallë. Duket sikur është i vetmi boksier që kënaqet që po mundet. Jemi në raundin e 6, jemi në raundin e fundit të kësaj përballje mes Alban Bërmetës dhe
Lando Enriquez, 31 vjeçari nga Korea, nga Afrika e Jugut. 15 ndeshje në karrierë, 9 fitore, 7 me nokaut. Në krahun tjetër, Alban Bërmeta, 14 ndeshje, 13 fitore, 11 me nokaut. Në kërkim të fitores së 14. Teksa shohim disa nga momentet më interesante të raundit të 5. Gjithçka gati për raundin e 60 fundit. Bëhet gati në këto çaste për startuar. 3 minutë i fundit. Me njëherë Alban Bërmeta me të majtën ngacmon. Krau tjetër qendrën e ringut siç e ka zakon. E ka hapësirën tani. Të çojmë çfarë do të sjellin këto 3 minutat mbetura mes Alban Bërmetës dhe Lando Enriquez. Teksa edhe Alban Bërmeta tani i tregon se kush është bosi. Tjetër situatë. Për te boksit ka pasur dhe pak show kjo përballje, që ka qenë shumë e bukur në aspektin e sportit. Gjithsesi, kanë fair play me njëri tjetrin. Janë maksimalisht në një farë mënyre të drejtë në duelin e tyre, pavarësisht gjithçkaje, duelojnë fort. Kërcimeve, gjesteve, prap janë fair play. Po, janë fair play, sidomos sporti boksit. Ajo çfarë duhet promovohet. Takohesh, përshëndetesh me të, është diçka që gjithsesi, duket sikur Bërmeta dhe Lando Enriquez thjesht do ta menaxhojnë këtë pjesë mbetur të këtij raundit të fundit që zhvillohet, ndonse do të kërkojnë të dy ta mbyllin përpara kohë këtë sfidë ku ka mbetur 90 sekonda nga fundi. Sërish Bërmeta është një goditje shumë e pastër me të majtën. Mjaft mirë. Vion me provokimet e tij kundërshtari gjithsesi. Tani kundërshtari i bën nga sikleti. Nga sikleti ato veprime. Ska, ai e humbi ndeshën, është diçka që e ka humbur. Ndoshta vetëm ndonjë mrekulli mund të bënte që në këto 60 sekonda që kanë mbetur të marrë fitore në këtë përballje. Vetëm i nokaut që mund të jetë një po duket shumë e vështirë. Duket shumë e vështirë po për të arritur po. Gjithsesi luajnë sekondat e fundit. Vrollshëm Alban Bërmeta. Dhe i vëmendshëm është edhe Denis Nuria, i cili gjatë gjithë kohës, edhe pse me njërën këmbë të dëmtuar, duket sikur është maksimalisht tjetër goditje ka humbur ekuilibrin Lando Enriquez. Sado që tentoi Enriquez të fitoj publiku, një goditje Alban Bërmetës bëri një vulkan të vërtet në publikun e Pallatit Sportit në qytetin e Fierit. Goditje tjetër, ndërkohë që ka ngele 15 sekondat e fundit. Jemi në limite, 10 sekondat e fundit, duelohet në këto çaste mes Lando Enriquez dhe Alban Bërmetës. E tashmë thjesht kemi spektakël e show, nuk ka më kohë, mbyllet këtu. Alban Bërmeta, vështirë se do të ketë një surprizë. Ishim me Ardit Murian, falenderojmë që ishte me ne. Faleminderit edhe ju për ftesën. Shihemi në aktivitetet e radhës, shihemi vitin 2024, gëzuar edhe festat e fundvitit. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Do të jemi gati për të mësuar fituesin e kësaj përballje, pikërisht mes Lando Enriquez dhe Alban Bërmetës, një dominim i sportistit Kuqezi i gladiatorit, ai i cili ka bërë një sfidë shumë bukur, shumë interesante. Teksa shohim edhe disa nga momentet e raundit të 6 që sapo kemi ndjekur, teksa është momenti për të prezantuar fituesin e kësaj sfide. Shumë bukur, një nga më interesante, teksa do të kemi edhe dy përballje të tjera. Lando Enriquez dhe Alban Bërmeta dhuruan një spektakël të vërtet, do të jetë Darovin Bregovic dhe Aleksandr Kalashev të pas pak çastesh, por fillimisht mësojmë fituesin e kësaj përballje shumë bukur. Për ndeshjen më të bukur të natës për të dy. Na kanë dhuruar spektakël. Duhet ftoj për t'i përshëndetur përpara se të shpall fituesin një fjerak që e njeh gjithë Shqipëria. Nuk është boksier, por i përket skenës, është një artist
E mirëpresim me duar trokitje, Gazpaja. Gati për të ndeshur në ring, Gazpaja. Bokseri ynë edhe balerin. Ore, qa hakë që kërcen ka që bugurë? Ore, bjeri ky hiqë. Nga sa do hilni të ky, vëlla. Nejse, unë më thanë që do vishë në ndeshje boksi, po jo që do kapeshin dhe me duar, vëlla, se dhja kështë. Tani, mua s'me erdhja e imi, u trëmë si duket, kështu që unë po them dy fjalë si në shtëpi që jam. Radhë parë, bravo u qoftë gjithë këtyre që po ndeshen në ring, organizatorve, dhe një pyetje kam, se pas ato flakët, ngeli në një flak për më vonë, apo e harxuat gjithën? Jo, Megjithatë, sot jemi në Fier, jemi në shtëpi, e ku ka më bukur që të ngrem sa më shumë flamuj shqiptar, këtu në Fier, ju uroj suksese që të gjithve, falemderit juve që keni ardhur, falemderit juve që jeni në shtëpinë tuaj, respekte, falemderit Fieri, mbrëmja është e çunave. Bravo dhe një, respekte. Bravo të qoftë. Falemderit Gazpaja dhe fituesi i këtij dueli të bukur është gladiatori Alban Bërmeta. Long days, but I know hard work pays, so the money get long too, and the kush smells strong too. That's that good, and the chick with me, she the. Bëhemi gati për një duel të bukur sportiv, 6 raunde nga 3 minuta në ringun profesionist, në drejtimin e fjerakut Marcel Dhima. Darovin Brajkovic, bosnjaku 18 vjeçar dhe Aleksandr Kallashi, 30 vjeçari nga Fieri, kërkon fitoren e 8 këtu në qytetin e tij të lindjes. Natyrisht një ndeshje shumë pritur për publikun fierak me sportistin 30 vjeçar i cili ushtrohet në Dortmund të Gjermanisë, do të kërkoj që të regjistrojë një fitore të rëndësishme në karrierën e tij. Ka fair play, marrin porosit e fundit nga ana e gjyqtarit dy sportistët, teksa Gati për është 6 gati raunde, le të fitoj më i miri. për të startuar këtu kjo përballje mes Aleksandr Kallashit dhe Darovin Brajkovic, dy sportistë të cilët do t'i dhurojnë emocione publikut fierak. Gjithçka gati për të startuar kjo përballje mes 30 vjeçarit nga Fieri. Rikthehet në qytetin e tij të lindjes për të dhënë maksimumin e tij, për të dëfryer për mbi të gjitha, për të bërë krenar publikun fierak, për të bërë krenar bashkëqytetarët e tij në qytetin e Fierit, në shtëpinë e tij përballë një 18 vjeçari e perspektivi konsideruar në Bosnjë ka mbështetjen e publikut Kallashi, teksa do të presë edhe përshtypjet e para nga kolegu Xharo për 30 vjeçarin Kuqezi. Jashtëzakonshëm, një nga bokserët më të mirë të Fierit, një bokser shumë i njohur në Shqipëri, jeton dhe stërvitet në Gjermani, vjen Enkas, ishte një thirrje e Giulio Vernozit, jo një fierak, por 3 fierak në main card, në ndeshjet kryesore, 3 fierak për të nderuar Fierin. Po, Ferko, Kallashi dhe Vrenozi. Absolutisht. Ndërkaq Bërmeta ka dhuruar spektakël, Ndeshje kemi shumë e qenë bukur. në Çfarë komentin e Ardit Nurjes. Fantastik, fantastik. Ka nisur rullshëm Kallashi, do të kërkoj fitoren përballë 18 vjeçarit, do të kërkoj të shfrytëzoj atë eksperiencë që ka ndërmarr gjatë gjithë këtyre viteve, ushtrohet në Dortmund të Gjermanisë. Normalisht më me eksperiencë është Kallashi, është i ri, është fare i ri në moshë dhe i ri në eksperiencë. Është Davorin. 18 vjeç, lindur në Çaplinja.
Ndërkohë Kallashi kërkon hapësirën, ulet, tenton më njëherë gjej momentin për ta goditur. Ka pranuar sfidën Davorin edhe bravo i qoftë, sepse kundërshtari i tij është më me eksperiencë. Ka një fizik më të plot. Absolutisht, por Kallashi është gjithmonë duke ecur përpara edhe për sa i përket oponentëve, pra ndeshet këtu, ndeshet në Shqipëri, ndeshet në Gjermani. Ecën përpara me një rekord shumë të mirë. 7 fitore, 6 prej cilave me knockout. Aleksandar Kallashi. Një karrierë mirë në boksin amator, boksin olimpik pra. Gjithsesi, nuk do të harruar dhe vetë fakti se ushtrohet në Gjermani. Nuk është diçka e lehtë. Në një tjetër realitet, le të themi. Për ta është sakrificë, mirë po normalisht që e bëjnë me shumë kënaqësi këtë sakrificë për të ardhur për të ndeshur në qytetin e tyre të lindjes, aq më tepër që Fieri nuk ka qenë location i këtyre eventeve me të tilla për masa pra. Normalisht neve kemi shkuar vazhdimisht në Durrës, në Shkodër, në Tiranë, gjithashtu. Çfarë momenti? Është një gjë mjaft mirë Kallashi. ndryshe që të bëhet në Fier. Sigurisht që është një përballje interesante, luhet vetëm raundi i parë. Nga 6 të tillë, nga 3 minuta, gjithmonë se do të shkojmë deri në fund mes Aleksandar Kallashit dhe Darovin Brajkovic. Sigurisht që kjo goditje mjaft e mirë, ka humbur ekuilibrin për një çast bosnjaku, është gjymzuar. Gjithsesi, nis numërimi, duke se është i gatshëm 18 vjeçari për të vijuar. Do të presim dhe pozicionohet sërish në ring, i gatshëm, ka arritur të kaloj këtë situatë, jo fort favorshme për të. Kërkon të jap goditje. Është më me pak eksperiencë se Kallashi, është 18 vjeç, por është luftëtar. Mjaft mirë. Absolutisht. 10 sekondat e fundit, vrullshëm nga Kallashi. Dhe Ka kaluar raundi 3 minutë si parë. Ideja është që ka ardhur për të luftuar. Edhe pse me një kundërshtar me më vlera se ai, ka ardhur për të luftuar, ka ardhur për të bërë të tjerë. Sigurisht na pret një sfidë shumë interesante. Por mos harrojmë, vetëm pas pak do të jetë sfida main event, do të jetë përballja e fundit Sinisha Gambelik Giulio Vrenozi. Një tjetër bosnjak do të jetë përballë atij i cili ka ndërtuar gjithë këtë eveniment të rëndësishëm i fundit i boksit shqiptar në qytetin e ditëlindjes në Fier. Giulio Vrenozi. Jemi takuar një vit përpara dhe Giulio Vrenozi kishte një vit që e kishte ndërmendje. Jemi takuar në një event boksi dhe më ka thënë tekstualisht ka shprehur dëshirën për të bërë një event të tillë. Normalisht që ka qenë i mirë pritur nga ana e Digital Super Sport në radhë parë për ta transmetuar live këtë ndeshje. Dhe ashtu sikur se e tham edhe në hapjen e këtij eventi, kishte disa hapa të tjerë për të ndërmarrë për ta konkretizuar këtë event, Bashkia, Klubi Sportiv Apollonia, Federata, kur bashkohen forcat, bën gjëra të bukura si kjo e sotshme. Më vjen shumë mirë pra. Ka qenë një aktivitet shumë i bukur, paktën deri më tani shpresojmë ta mbyllim në mënyrën e duhur. Dhe vjen raundi i dytë, pikërisht mes Darovin Brajkovic dhe Aleksandar Kallashit. Mjaft mirë Kallashi e ka vënë në kënd, është liruar kundërshtari i tij, kërkon të gjejë hapësira. Reagon 18 vjeçari, ndonse ka të vështirë përballë eksperiencës së Kallashit, i cili është i përqendruar, i fokusuar, i mbrojtur mjaft mirë, ndërkohë që kërkon menjëherë me të majtën të krijojë rrezikshmëri, ndonse ka pësuar një të çarë në pjesën e hundës, mos gaboj. Kërkon ta vërë përpara Kallashi. Teksa duket se do të ndalet. Ka mbajtur Marcel Dhima, ka mbajtur kohën. Sa duket ka pësuar pak hemorragjin pjesën e hundës. Po, një goditje. Që kërkon pikërisht thjesht pastrimin për të Normalisht me shumë eksperiencë, Marcel Dhima kërkon që të shoh sa është e çara apo sa është duke fshirë gjakun, sheh që nuk është ndonjë problem. Ka thjesht gjakderdhje nga hundja. Diçka që besoj se është kalueshme. Absolutisht po. 18 vjeçari ka arritur ta gjejë hapësirën për ta goditur kundërshtarin e tij. Ka rinisur loja. Ka rinisur sfida, raundi i dytë. Duket agresiv, bosnjaku. E thash, është më me nuk ka eksperiencën e Kallashit, por ka ardhur për të luftuar, është një fighter, është një luftëtar. Dhe kjo është në të mirën e spektaklit, në të mirën
përsëri nevojitjet të pastrimi i gjakut, besoj. Absolutisht me pak Nuk duket se vazelin. nuk besoj se ka probleme për Kallashin, i cili duket javë për të vijuar shumë i qetë, mund ta shohim shumë pranë. Dhe Normalisht i palodhur, nuk është se ka ndonjë frymarrje të rënduar. pikërisht është thjesht besoj një çarje, një arterie që nuk besoj se është problematike. Dëmtimet në pjesën e Gjëra që brendshme të ndodhin. fundës është gjë më normale për një bokser. Sigurisht. Gjithkohës. Çarjet e vetullave Afrohet dhe edhe doktori. dëmtimet në pjesën e brendshme të gojës apo të hundës janë më se normale. Kallashi duket i ri fringum duket mua. Përveç s'ka Ja. asnjë shenjë. Natyrisht janë gjëra që ndodhin, me njëherë është afruar dhe mjeku për të dhënë ndihmën e tij, pikërisht për të çmangur. Nuk besoj se bën problem. Nuk Jack besoj se Derdin bën gati problem. për të vijuar. Një mëkat nëse mjeku do ta ndërpriste për kaq gjë këtë ndeshje të bukur. Ka ristartuar ky raundi i dytë. I fokusuar Kallashi, ndërkohë në raund tjetër edhe Brajkovic kërkon të bëj mirë, kërkon të gjej hapësira. Ja se si është boksi, është i paparashikueshëm. Tjetër goditje. Në dukje Kallashi më me eksperiencë, edhe më i madh në moshë. Për një moment mund ndryshoj shumë gjëra. Dhe Tjetër normalisht situatë, që sot në qoftë se do të marrë një fitore, Kallashi mund ta quajë me gjithë kuptimin e fjalës të përgjakur, sepse është përgjakur, edhe një kuptimin e fitore. parë të fjalës. Mjafton një goditje e mirë në hundë e kundërshtarit. Dhe i Ka guxim më tepër Kallashi. gjithë kostumi sportiv i Kallashit është me njolla gjaku. Por është më bukur kështu, do ta mbaj mend. Këto janë më Sigurisht. bukurat. Sigurisht, janë sfida që duhen mbajtur mend. 60 sekondat e fundit të raundit dytë luhen në këto çaste. Absolutisht. Tjetër iniciativë. Provon në kraun tjetër edhe kundërshtari i tij. Kërkon gjej hapësirën, nuk është e lehtë megjithatë, shmanget mjaft mirë. Tjetër lëvizje e bukur. E ka shmangur bukur Bosnjaku. Davorin. Kallashi është i dëshpëruar për dhënë një goditje nokauti tani, sepse do patjetër që të hakmerret pikërisht. Për atë çka e ka krijuar. Absolutisht që po. Për atë bezdisje do të thoja. Po, e ka kuptuar këtë gjë Davorin, edhe e di shumë mirë që të gjitha goditjet e Kallashit nuk do të jenë teknike, nuk do të jenë Do të jenë shumë të rrezikshme. po. Do të jenë full power. Mirë, për një goditje full power ti lexon gjuhën e trupit edhe mund ta parashikosh. Ndërkaq ti s'mund të parashikosh një goditje. Tjetër iniciativë e Kallashit mjaft mirë. 10 sekondat e fundit. Shumë interesante kjo përballje. Do të jenë 6 raunde nga 3 minuta. Dhe vjen këtu Absolutisht. fundi 3 minutë si të dytë. Me njëherë zhvendosen në këndet respektive. Do të jetë momenti ndoshta edhe për ta pastruar Kallashin nga ajo gjakderdhje që të vijojë i pashqetësuar më pas vijimin e kësaj përballje shumë të bukur. Natyrisht jemi në një sfidë shumë interesante mes Aleksandr Kallashit dhe Doravin Brajkovic. Dy kundërshtar shumë interesant. Vetëm 18 vjeç Brajkovic, tek ta shohim edhe disa nga momentet më interesante të këtij raundi. Gjithçka gati për të startuar raundi i radhës mes Darovin Brajkovic dhe Aleksandr Kallashit, 30 vjeçari nga Fjeri, i cili ushtron në profesionin e boksit në Dortmund të Gjermanisë. 7 fitore, 6 me nokaut në karrierën e tij si profesionist. Duelon sot përballë nis këtu raundi i tretë mes Darovin Brajkovic. Ka nisur vrullshëm një herë Kallashi, kërkon të shkarkojë gjithë potencialin e tij në këtë raund. Tjetër goditje me të majtën, mjaft potente. Kundërshtari i tij kërkon të reagojë, mjaft mirë Kallashi. Tjetër iniciativa, e goditje me djathtën, potente dhe e fortë. Do vinte herë davon Jurgen, do vinte herë davon kjo kundër përgjigje e Kallashit. Dhe ka nisur Ishte vetëm çështje kohe. në marshin e fundit të raundit të tretë. Absolutisht. Tjetër goditje përsëri Kallashi, tenton me të majtën dhe me djathtën. Provon sërish Kallashi. Wow, ka marrë një goditje të mirë, e ka mbajtur Kallashi. Ka marrë goditje me djathtën nga kundërshtari i tij. Dhe
Do duelohet sërisht. Përsëri Kallashi agresiv, kërkon të gjejë hapësirën, i jap sfidë kundërshtarit. Aleksandër Kallashi. Provon përsëri 30 vjeçari të gjejë hapësira, mjaft mirë dhe kundërshtari Brajkovic reagon, megjithatë proteston Kallashi për një goditje jashtë rregullave. Vion raundi i tretë, ka fair play mes dy boksierëve. Rinis gjithçka mes Kallashit dhe Brajkovic. Me njëra agresiv. Kallashi në krau tjetër e mban edhe goditjen e kundërshtarit. Tjetër e majt Kallashi. Brajkovic kërkon të reagojë, megjithatë është sërish rezistent 18 vjeçari. Mjaft e mirë djathtë e Kallashit. Provon me të majtën tani. Nga njëri kënd në tjetrin. E shtyn përpara, e majt e Kallashit, provon me djathtën tani. Vetëm e shtyn përpara, vetëm do ta godas me qëllimet më të këqija për ta hedhur në tapet. Për ta mbyllur para koha. Ajo e Davorin majt. Brajkovic. Ka lëshuar dhe protezën kundërshtarit bosnjak. Brajkovic. Sigurisht që do të nevojitet të pastrohet përpara se ta vendos. Kundërshtari i tij i vjen në ndihmë dhe Anton Kikri, trajneri Titans. Gjithçka gati. Rifillon sërish. Ka vazhduar Një kronometrin. herë Kallashi me të majtën, në goditje në mjekër. Sërish Kallashi provon. Tjetër iniciativë për sëri. Brajkovic në kraun tjetër mbrojt mirë. Për sëri një tjetër goditje, gjen edhe mbështetjen e publikut Kallashi. Provon sërish. Duhet reagoj pak më shpejt Kallashi, pra duhet reagoj në momentin që Ajo kundërshtari goditje mjaft e mirë dhe ka zbritur në tokë. E ka zbritur. E ka rrëzuar kundërshtarin e tij. Teksa vjen numërimi. Duket se është i gatshëm për të vijuar. Kallashi shumë i qetë. Kam përshtypjen se është penguar tek Pjesa e këndit kuq. pjesa e këndit kuq, por gjithsesi. Tjetër goditje me të majtën dhe është rrëzuar. Është rrëzuar. Mbetet për të parë nëse do të jetë jashtë për të vijuar. Vijon numërimin, është ngritur dhe është gati. Brajkovic duket se do të provojë sërish. Ulë. Vijon dueli. Kallashi dhe Brajkovic, shumë interesante. Sërish në goditje me të majtën përsëri tenton nokautin. Kallashi agresiv. Full power Kallashi. 10 sekondë i fundit, mund provojë edhe një herë tjetër. Tjetër goditje me të majtën këtë herë. Provon sërish në kënd e ka dërguar. E djathta potente sërish të mban edhe goditjet. Sekondat e fundit Sekondat e ka fundit. shpëtuar gongu. Shumë të bukura, shumë interesante. Kallashi. Kemi parë një sfidë shumë të bukur. Ky round ka qenë jashtëzakonshëm, spektakolar në plot kuptimin e fjalës. Shumë i bukur. Raundi 4 gati për të startuar. Ka qenë një përballje shumë interesante. Ky raundi 3 ka qenë fenomenal. Absolutisht, Kallashi e ka kuptuar që nuk mund të bëj më lojra, nuk mund të bëj më teknika me kundërshtarin e tij Davorin. Dhe ka shkuar full power, ka shkuar me gjithë fuqinë. Mirë, po ka rrezikun e vet edhe kjo, sepse e ka kapur me një 2-3 të mira Davorin në kundrakohë. Shumë edhe përmbledhjen nga regjia e Supersport Digital. Shumë e bukur dueli, i gjithë pallati i sportit në Fier është ngritur në këmbë kur ka rënë në tapet Davorin Brajkovic. Me shpresën se nuk do të ngrihej. Dhe Kallashi tashmë është gati për raundin e katërt. radhës. Jemi gati për vijimin e kësaj sfide shumë e bukur. Përballja mes Darovin Brajkovic dhe Aleksandër Kallashit. Të dy boksierët kanë dhuruar spektakël në raundin e tretë, ndërkohë që mbrojt mirë Kallashi, goditja sërish, përsëri provon Kallashi. Tenton sërish të krijojë probleme kundërshtarit. Një tjetër goditje potente e fortë, e mban 18 vjeçari grushtin në momentin e parë. Të rishet mbrapa, iniciativa e Kallashit. Ka hedhur peshqirin, ka përfunduar. Ka përfunduar këtu, është dorëzuar. Skuadra e Darvon Brajkovic arrin fitoren. Aleksandër Kallashi dhe ndan shihen e triumfit me publikun Tiranë. 30 vjeçari nga Fieri.
arrin të marrë fitoren përballë Darovin Brajkovic. Ai Brull ka qenë spektakular, e ka detyruar skuadrën e Bosnjakut të riqet. Aleksandr Kallashi i jashtëzakonshëm e mbylli në raundin e 4. Spektakulare kjo sfidë. Do të presim tani thjesht formalizimin e këtij suksesi të Aleksandr Kallashit. Teksa vetëm pas pak çaste do të jetë koha, do të jetë momenti për sfidën e shumë pritur për main event, për përballjen mes Giulio Vrenozit dhe Sinisha Gambelic. Përballja e fundit e kësaj mbrëmjeje, por fillimisht të shijojmë momentin e prezantimit të fituesit të kësaj përballjeje mes Davorin Brajkovic dhe Aleksandr Kallashit. Një sfidë shumë e bukur, shumë interesante mes këtyre dy sportistëve që na dhuruan një përballje shumë interesante. Një super ndeshje nga të dy. Ka kaluar momentet vështira, por pikërisht janë momentet e vështira ato që e bëjnë këtë fitore të jetë edhe më e lavdishme. Aleksandr Kallashi! Është në këmbë 6 raunde nga 3 minuta në boksin profesionist. Giulio Vrenozi do të kërkoj fitoren e 20 në karrierën e tij këtu në qytetin e lindjes, në qytetin e Fierit, përballë bosnjakut Sinisha Gambelic, një nga sportistët më të dalluar prej disa vitesh. Ushtron këtë profesion në Londër, megjithatë rikthehet aty ku i ka rrënjët e tij, rikthehet në qytetin e Fierit për të nderuar të gjithë të pranishmit në Pallatin e Sportit. Organizatori i këtij eventi madhështor, Giulio Vrenozi, synon që të marrë një tjetër fitore të madhe në karrierë për të vijuar ecurin e tij fantastike. Fundit e mbrëmjes shpresojmë dhe më e bukura. I urojmë shumë fat Giulio Vrenozit në rrugën e tij për të fituar sfidën e 20 në karrierë. Pikërisht bokseri 31 vjeçar, i lindur në Fier, kërkon të bëj krenar publikun e tij, kërkojnë të bëj krenar të gjithë të pranishmit, por dhe jo vetëm të gjithë fierakët në një përballje shumë interesante, përballje Sinisha Gambelic. Xhero, si është këtë sfidë? Absolutisht fantastike, dhe Giuliano Vrenozi ka një vit që ka ndërmend që të bëj këtë sfidë në qytetin e tij të lindjes dhe ka një vit që përgatitet për këtë sfidë. Kundërshtari mund të ketë eksperiencë, kundërshtari mund të jetë luftarak, por Giulio Vrenozi shef vetëm përpara. Giulio Vrenozi në këto momente nuhat vetëm sulme, taktika, vetëm fitore. Giulio Vrenozi, një nga sportistët më të dalluar kuqezi, kërkon që të realizojë objektivin e tij për t'i bërë gjithë krenar, e natyrisht në shtëpinë e tij nuk ka më mirë se ku tjetër për treguar cilësitë e tij. Prej shumë vitesh në Londër, megjithatë rikthehet aty ku i ka rrënjët. Kështu e bëra dhe prezantimin fillestar. Absolutisht, dhe normalisht të gjithë sportistët kanë dëshirë të jashtëzakonshme për të ndeshur në qytetin e tyre të lindjes, aty ku i njohin të gjithë, aty ku i respektojnë të gjithë. Por Giulio Vrenozi nuk është vetëm i Fierit, është një bokser mjaft i respektuar kur ka qenë në boksin amator. Dhe përfaqëson Shqipërinë, ka përfaqësuar Shqipërinë në vetëm Fierin pra. Natyrisht i urojmë shumë fat dhe suksese në këtë përballje, me qëllimin e tij të vetëm për të arritur një tjetër fitore, do të ishte fitore e 20 në karrierë boksin profesionist. I ka pasion numra dhe i ka fiksim numra, duhet patjetër fitoren e 20 të arrijë në Fier, më ka thënë. Mua personalisht jashtëzakonshëm, ka 6 muaj që është Mjaft mirë, Giulio Vrenozi. Kundërshtarin ama e ka të vështirë, e ka me eksperiencë. 37 vjeç. E ka më ngjërash, shikoj lufton me këmbën e djathtë përpara. Në këto momente ai duhet afrohet me një të djathtë, pra ndryshon nga kundërshtari normal. Shiko, kthehet. Ishte Giulio Vrenozi më ngjërash, tani kthehet i majt, i djathtë. Tregon se është një bokser i kompletuar. Absolutisht lëviz gjithkohës, bëhet i djathtë apo i majt. Strategji. Ka një jab fantastik, një të majt, të drejt, të jashtëzakonshme, të shpejt, të fortë. Nuk e sheh atë goditje dhe
Ato janë goditjet më të vështira, ato që nuk sheh. Tjetër e Majt, e cila për fare pak i ka shpëtuar kundërshtari. Mjaft mirë Giulio Vernozi. Një vjeçari. Kuqezi. Ka marrë qendrën e ringut, i fokusuar, i përqendruar, kërkon momentin e dur, mbrohet mirë, 10 sekondat e fundit të raundit parë kanë startuar, teksa edhe kundërshtari mjaft mirë goditje. Vernozi ka dashur që të hedhë knockout që në raundin e parë. Do t'ishte Ato spektakolare. goditje. Giulio Vernozi. Prunojnë 3 minutat e para. Një shumë interesante, shumë e bukur. Sa marrin prosit dy sportistët, bëhet gati nisja e raundit të dytë. Shëmë edhe disa nga momentet më interesante. Bëhemi gati për nisjen e raundit të dytë të kësaj sfide. Main event, sfida kryesore mes Giulio Vrenozit dhe Sinisha Gambelic. Gjithçka gati. Starton këtu. Ka shpëtuar mirë Bosnjaku në fundin e raundit. Kanë fluturuar 2-3 goditje, 2-3 goditje vrastare. Tjetër iniciative Vrenozit. Mbrohet mirë dhe kërkon hapësirën. Tjetër goditje me të majtën potente e djathtë tani dhe Giulio Vrenozi. Fenomenal, e ka të vështirë për të ngritur kundërshtari i tij. Është ankuar për një goditje, kur ka qenë në tokë. Gjithsesi, është shumë e vështirë për të qëndruar. Ka mbyllur ndeshjen! E ka mbyllur ndeshjen arbitri i ri. 20 në shtëpinë e tij. Giulio Vrenozi, triumfi i 20 në Fier. Fieraku feston me popullin e tij triumfin e radhës. Mbyllet këtu. Gjithsesi do të pritet një konfirmim. Me sa duket. Ka shkuar për të përshëndetur kundërshtarët. Giulio Vrenozi realizon objektivin e tij për të festuar suksesin e 20 në shtëpinë e tij. Boksieri 31 vjeçar arrin të marrë fitoren me knockout në raundin e dytë. Giulio Vrenozi. Është momenti për të pritur prezantimin e fituesit të kësaj përballje. Ndeshja e fundit, ai ka qenë fast, ai ka qenë furious, ka qenë i shpejt dhe ka qenë vrastar për kundërshtarin. Ai është i juaj Giulio Vrenozi. Triumfatori, suksesi 20 në karrierë në shtëpinë e tij. Giulio Vrenozi feston me publikun e tij. Boksieri kuqezi. Përpej, me njerë përshëndetet edhe me kundërshtarin e shtapin e tij, Giulio Vrenozi.